Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Allahun Azza wa Jall falenderojmë, ata lavdërojmë dhe madhrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall kam zgjedhur një temë me fol në lidhje me Kur'anin fisnik, nga se jemi në muajin e Ramazanit, muajin e Kur'anit. Realisht vlerat e Ramazanit janë të shumta, se në të ka agjerim, ka namaz, ka sadaka, ka umre, ka itikaf, ka dhikr, mirë po ka edhe lexim të Kur'anit, nga se madhështin ky Ramazan e ka marrë pikërisht për shkak të këtij Kur'anit. Kështu që me lejen e Allahut Azza wa Jall do të mundohemi sot me fol në lidhje me Kur'anin, me vlerën e leximit të Kur'anit, të meditimit në lidhje me Kur'anin, të punuarit me të, fatkeqësisht braktisja që shpesh dinë me bë Kur'anit, mirë po edhe disa gabime që kanë bëjnë në lidhje me Kur'anin. Mirë po para se me fol në lidhje me këto çështje, është e udhës, pasi që Ramazani është muaji i Kur'anit, me tregu lidhshmërinë që ka agjerimi Ramazani me Kur'anin, se çka i lidh të dyja mes vete, e që janë gjëra të shumta. Për i tyre është ajo që gjithë e dim se në Ramazan ka zbritur Kur'ani dhe ka filluar zbritja e Kur'anit, nga se Allahu Azza wa Jall ka thënë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaji Ramazanit është ai muaj në cilin ka zbritur Kur'ani, ndërsa në ajet tjetër ka thënë inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbritur atë në natën e Kadrit. E ka ardhur për Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu se Kur'ani ka zbritur në muajin e Ramazanit prej Lauhil Mahfudhit, atij regjistrit të përgjithshëm që janë të shkruara çdo gjë në Beitul Izza, domethënë në qiellin e dunjas. Mirë po, ka transmetime se edhe vetë fillimi i zbritjes së Kur'anit, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndronte me net të tëra në shpellën e Hiras, dhe kur ju paraqit për herë të parë Gjibrili 5 ajetet e para të suratul Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Këto ajete domethënë kanë zbritur pikërisht në Ramazan. Pra thjesht çështja e Kur'anit dhe Ramazanit, lidhja e parë mes tyre është se Kur'ani ka zbritur në Ramazan. Lidhja e dytë mes Kur'anit dhe Ramazanit apo agjerimit është ajo që ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nesër në ditën e gjykimit edhe Kur'ani edhe agjerimi do të ndërmjetësojnë për atë i cili ka agjeruar rrjedhimisht ka lexuar Kur'an, dhe agjerimi ndërmjetëson te Allahu Azza wa Jalla duke thënë se e kanë privuar nga ushqimi dhe pirja
më bë mu ndërmjetësues për të, ndërsa Kurani shkon te Allahu Azza wa Jalla dhe thot se unë e kam privuar nga gjumi dhe më bë ndërmjetësues për të. Pra thjesht dy sebepe të përbashkëta që nesër në ditën e gjykimit avokojnë për personin i cili ka xhiru apo është fal, janë pikërisht ka lexuar Kur'an, është pikërisht domethënë agjerimi edhe Kur'ani. Çështja tjetër që e lidh këto dyja mes vetes është se qëllimin e kanë të njëjtë. Allahu Azza wa Jalla kur ka folur për obligueshmërinë e agjerimit në fund të ajetit të parë ka thonë la'allakum tattaqun, ju është bërë obligim agjerimi që të bëheni të devotshëm. Ndërsa Allahu Azza wa Jalla kur ka folur për Kur'anin ka thonë hudan lil muttaqin, udhëzues për të devotshmit. Ka në jetë tjera, dhe më thonë, kur ka folër për madhështinë e Kuranit, yahdi lillati hiya aqwam, që Allahu Azza wa Jalla udhëzon për mes Kuranit në atë çka është më e drejta për njeriu në jetën e tij, në fenë e tij, dhe më thonë për çështje familjare, çështje të rrezikut, çështje që kanë bëjnë me jetën e kësaj bote tjetër, realisht udhëzuesi më i mirë është Kurani, nga se Kurani është udhëzues për ata të cilët faktikisht janë të devotshëm. Çështja tjetër që e kanë përmend dietarët se çka e lidh Kur'anin dhe agjerimin dhe Ramazanin është se realisht përveç që ka zbritur Kur'ani në Ramazan, Kur'ani edhe lexohet më së tepër në Ramazan, sidomos në namazin e taravive edhe në namazin e natës. Mirë po, thojnë dietarët, agjerimi është përgatitje shpirtërore që e përgatit njeriu që t'i pastrohet dhe t'i kthjellohet mendja, që faktikisht të jetë më i koncentruar për të e lexuar Kur'anin dhe të medituar atë dhe e përjetuar atë. Pra thjesht agjerimi si agjerim është një proces jo vetëm që e dobëson në aspektin fizik njeriu, mirë po edhe kthjellson mendjen e insanit që t'jetë më i përgatitur që ta lexoj, ta meditoj dhe ta përjetoj Kur'anin, dhe e fundit që kanë cekur dietarët se çka i lidh dhe më thonë mes agjerimit dhe më thonë Kur'anit është se realisht vjen Ramazani, vjen agjerimi Ramazanit, i cili ne përkujton neve këtë begati që Allahu Azza wa Jall me të ka nderuar njerëzimin, që përmes tij ka nxjerr dhe më thonë njerëzimin prej errësirës në dritë, i ka udhëzuar në atë çka i bën dobi në këtë botë, mirë po i ka udhëzuar edhe në atë çka i shpëton ata nesër në ditën e gjykimit. Kjo shkurtimisht si hyrje me tregue se çka kanë përbashkët Kurani dhe Ramazani, respektivisht agjerimi. Ndërsa sa i përket vlerës së Kuranit dhe leximit të Kuranit, kanë ardhur edhe ajete dhe hadithe të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për tyre thot Allahu Azza wa Jall, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ata të cilët e lexojnë librin e Zotit, i falin namazet dhe i japin prej asaj që ne i kemi furnizuar. Shehu razi e hap të razi. Ata të tillët janë duke shpresuar një shërbërje e cila nuk dështon. Në domethënë pazar e cila ka të siguruar domethënë fitimin. Pra ai i cili lexon Kur'anin, fal namaz, jep prej asaj që Zoti ka furnizuar, hap tazi edhe fshih razi. Le të dinë se realisht ka bërë shërbërje me Allahun Azza wa Jalla dhe kjo shërbërje kur nuk ka me dështue e nuk ka me humbë njeriu, përkundrazi do të fiton, përkundrazi do të shumëfishohet e do të shpërblehet, domethënë pa llogari. Mirë po në shumë hadithe të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allahu përmes të Kuranit ngrit njerëz, mirë po dhe i përul ata të thjesht e përqafojnë udhëzimin e Kuranit, Allahu Azza wa Jall përmes tij ngrit. Mirë po ata që ja kthejnë shpinën Kuranit, Allahu Azza wa Jall
ata i poshtron. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, më i miri për jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson aty të tjerëve. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka treguar shembulli besimtarit i cili lexon Kur'an dhe besimtarit i cili nuk lexon Kur'an, thotë është si shembulli besimtarit që lexon Kur'an është një utrugje, një pemë e cila ka edhe shijen e ëmbël edhe e aromën e ka të mirë. Ndërsa besimtari thotë i cili nuk lexon Kur'an ose shembulli hurmës, hurmja është e ëmbël boll, mirë po erë nuk ka. E tash dhe të zgjidh njeriu apo don me qenë edhe i ëmbël e me aromë të mirë, apo don me qenë vetëm i ëmbël e pa fare arome, nga sa i cili nuk lexon Kur'an faktikisht i tillë është. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall ka njerëz të zgjedhur të tij. E kanë pyetur ja Rasulullah, thotë kush janë të zgjedhurit e Allahut azza wa jall? Thotë domethënë të zgjedhurit e Allahut azza wa jall janë ata që faktikisht e kanë Kur'anin, e lexojnë Kur'anin, punojnë me Kur'an. Ka në hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nesër në ditën e gjykimit i thuhet robit lexo edhe ngrito ashtu siç ke qenë duke lexuar në këtë dynja, se pozita jote në ngritje është në ajetën e fundit që e lexon ti atë. Pra thjesht jo vetëm dallimi në këtë botë që bëhet përmes Kur'anit, mirë po nesër në ditën e gjykimit pozitat të Allahu azza wa jall kanë më të ngrit varësisht me leximin e Kur'anit që e ke bë në këtë dynja. Ka në hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu nuk duhet me i pas zeli askujt përveç dy personave. Njëri prej tyre është ati që Zoti ja ka dhënë Kur'anin e ai punon me të ditë dhe natë, realisht natën e lexon e ditën punon domethënë me to. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai cili shembull aty besimtarit i cili e lexon Kur'anin është ai i cili lexon Kur'anin edhe është i shkath në leximin e tij, është po me laçet, ndërsa i cili e lexon Kur'anin mirë po ka vështirësi në leximin e tij, ai thotë i ka dy shpërblime. Një shpërblim që e lexon, shpërblimin tjetër domethënë që ka vështirësi në lexim tjetër, mirë po edhe kur vjen puna të me dal imam njeriu, ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai që ka përparësi me dal imam me fal namazin edhe me prit xhamatit, i është ai i cili din me lexu domethënë më së miri apo dhe ka më shumë të Kur'an përmensh. Pra thjesht këto janë disa vlera që kanë ardhur në ajet edhe në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me tregue se sa madhështor është ky libër edhe se sa shpërblim të madh ka ai i cili e lexon, nga se ka në hadith vërtet që edhe transmeton Abdullah ibn Mesudi kur ka folur për leximin e Kur'anit, ka thonë për çdo shkruan është ka 10 sevape, edhe ka thonë s'po thëm elif lam mim është një shkruan, po është elifi shkruan, lami shkruan, mimi shkruan, pra për këto 3 shkruanja 30 sevape e paramendo tash me lexu njeriu elhamin dhe surë të ndryshme nga Kur'ani për çdo shkruan, domethënë ka 10 sevape. Mirë po Kur'ani kërkohet mu lexu, edhe ka shpërblim mu lexu, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar edhe në namazin e tina, e sidomos në Ramazanin e tina, e sidomos në namazin e natës, nga se ka në hadith të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Abdullah ibn Abbas thotë fillova me u fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në namaz natës, edhe e knoj elhamin, suratul Fatiha, e pas kësaj filloj me lexu suratul Baqara. Suratul Baqara i ka dikon një 49 faqe. E thot mendova se mos pe e përfundon. E përfundoj e thaja nisu suratul Nisa, edhe i ka ofër 30 faqe. E thash hajt pe krynë edhe këto pe përfundon. E thot ja nisi suratul Al Imran, edhe i ka një 27 faqe, që i bie që faktikisht një rekat i ka lexuar domethënë 100 faqe parafërsisht domethënë namaz të natës. Pra thjesht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar me Kur'an, do të kuptojmë se si ka qenë qasja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Kur'an, e që faktikisht përderisa është muaji i Kur'anit, njeriu duhet me shfrytëzu këtë muaj
me lexu Kur'an, s'po thojmë me lexu veç hajt qoftë se gjejmë kohë të lirë, mirë po duhet me ja caktu një kohë, edhe thjesht plan programin e jetës zakonshme me e prish, edhe me thonë që në Ramazan është muaj Kur'anit, duhet me i caktu një kohë të veçantë për me lexu Kur'anin, nga se kështot e kanë kuptuar, dhe më thonë selefi, Malik ibn Anesi, ka qenë prej dietarëve të hadithit, ka pas ligjërata të rregullta jashtë Ramazanit, kur ka ardhur Ramazani, i ka mbyll ligjëratat e zakonshme, edhe ju ka rrek Kur'anit dhe ka thonë se kjo është muaj Kur'anit, apo ka ardhur nga Muhammed bin Sirini, ka thonë Ramazani është muaj Kur'anit edhe me dhon buk. Këto dy punë janë që e shuajnë edhe që e dallojnë Ramazanin. Me lexu Kur'an edhe me dhon buk. Qoftë iftare, qoftë njerëz të varfër, sadake, kështu me radhë, faktikisht me çdo dy çështje veçohet dhe duhet me veçu besimtari, domethënë Kur'anin. Mirë po, jo vetëm me lexu Kur'anin, mirë po Kur'ani kërkon që dhe mu meditu, edhe me lexu me vëmendje, edhe më mundu me kuptu çka po thot. E sidomos këtë kohën bashkëkohore që alhamdulillah kemi përkthime edhe në gjuhë shqipe, dhe me thonë të Kur'anit, mirë po edhe me prezentu ligjërata, ku komentohen, dhe me thonë leximet e Kur'anit. Të ne në Mitrovic e kemi zakon për çdo ditë ai gjuz që lexohet në xhami, zgjedhet një ajet edhe komentohet nga hoxhallar të ndryshëm, qofse s'mundesh me lexu vetë, ndëgjoj ligjëratën, mirë po faktikisht është muaj Kur'anit, me rrekju Kur'anit, merrem me Kur'an, edhe me lexim, mirë po edhe me domethënie edhe kuptim të Kur'anit, nga se Allahu Azza wa Jall i ka çortuar munafiqët e ju ka thonë afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. As po meditojnë për Kur'anin, apo në zemrët e tyre ka pranga që janë mbyll ato. Mos na bëv Zoti prej tyre që rrunë Zot mi pa zemrat tona mbyllura me dryqe, mos me meditu edhe mos me kuptu asgjë nga Kurani, nga se Allahu Azza një për arsye kryesore pse ka zbritur këtë Kur'an, ka thonë kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Këtë libër e kemi zbritur të ti të bereqetshëm, që të meditohet në lidhje me argumentet dhe ajetet e tina. Se si kanë meditu sahabët, kena treguar në për ligjëratat të ndryshme që faktikisht kur e kanë lexuar një ajet që i ka prek, faktikisht dhe më thonë e kanë kuptu si ka ardhur në rastin konkret për dhe më thonë Jubayr bin Mut'im, kur e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të lexuar ajetin am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, a janë krijuar nga asgjëja apo kanë krijuar veten, thotë kur e kam dëgjuar këtë fjalë, thotë zemra ka dashur u ndal pe gjoksit, se faktikisht e ka kuptuar se çka të thonë. A kanë krijuar nga asgjëja? Jo. A kanë krijuar veten? Jo. Atëherë nuk ka vetëm pse opsioni tjetër që është një krijues në ka krijuar, apo ai beduin që i thëmë ne dhe më thonë i duke jetuar në shkretin, jo në jetën dhe më thonë në qytet, e me pas kontakt me njerëz, e me mësu kështë më radhë, thjesht ai në Sahare me deve dhe me delet e tina, veç ka ardhur dhe ka dëgjuar dikon të thonë elhakum at-takathur hatta zurtumul maqabir, ju ka bën me harru ngarenja edhe vrapimi me bë sa më tepër, sa më shumë, qoftë evlad, qoftë pasuri. Deri sa të keni vizituar Varrezat. Se ka dëgju këtë fjallën, deri sa keni vizituar Varrezat, ka thonë pas ka ringjallje, se njeriu kur shkon me vizitu diçka s'ku më nejt për gjithmonë atë. Po, dhe më thonë pas sajnë pas ka diçka tjetër, faktikisht e ka kuptuar se, dhe më thonë për mesoja ludohet që pas ka mashtru njeriu vrapimi mas grumbullimit pasurisë të familjes, deri se ka ardhur vdekja, që keni me qenë përkohësisht mirë për pas sajna, keni me pas dhe më thonë edhe ringjallje. Apo dhe më thonë e kam cekë edhe në këtë xhami rastën e Amr ibn Asit, kur e ka pas një kontakt me Musejlimet el Kadhab, një pretendues së pejgamberllëkut i tërrejshëm. Ky Amri nuk ishte musliman, mirë po kishte dëgjuar diçka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Edhe tash pe vetë Amri, çka ka zbritur ty o Musejlime që po pretendon që e pejgamber, dhe i thot të fjalë pa lidhje, as ja vënë veshën. E tash Amri, dhe më thonë i thot, po pejgamberit i ka zbritur, dhe më thonë diçka tjetër, dhe ja ka cekur dhe më thonë, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, pasha kohën i tërë njerëzimi është në humbje, përveç atyre se të besojnë, bëjnë vepra të mira, këshilluhen në të vërtetën dhe këshilluhen në sabër, edhe tash më së ndaj është dialogu i njoftur që i ka thonë Amri, dhe më thonë, o Musejlime, ti e din që unë e di që ti jetu gënyu se nuk krahasuan që të fjalët tua që i thati me këto fjalët që i kam dëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se tash s'ka qenë besimtar, mirë po e ka dëgju me vëmendje, edhe ka kuptuar dhe ka pasur që kjo që i ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk krahasohet me atë, domethënë që domethënë po e thua dhe po pretendon domethënë ti. Apo ka ardhur për një tabiin e ka pasur me Thabit ibn Aslam, kur e ka lexuar në jetë e kafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula, domthonë të fal namazin e natës, e lexonte këtë jetë, apo bën kufër, e pëmohan atë i cili të ka krijuar prej dheut, Ademin, masanejt ka krijuar prej një, domethënë ujit të ngjizur, domethënë prej babës dhe nënës, tash të ka bë insan në këtë konstruktin më të mirë, domethënë mas gjithë këtyre proceseve, prej dheut derisa e bë kështu njeri, me gjitha këtë bukuri që e kije, domethënë prap pëmohan atë që të ka kriju kështut, thot dhe më thone për sërit dhe qante se meditante dhe kuptante se qka është duke thënë. E aje që përdo më thonë vëllezër të nderuar është se realisht kështut njeriu duhet më qasë Kur'anit. Të regohet për Abdullah ibn Omerin, thënë 10 vjet ka ba deje ka mësu suratul Bekare. Gjalli i Hazreti Omerit, e ka pasur në Abdullah ibn Omer, thëtë 10 vjet i ka ba me mësu suratul Bekare, i cila i ka 50 faqe. Edhe thojnë, kur ka kryje, ka ba një fargostije, ka prej një deve dhe ka thirë këtë mësafirt. Veç apja mërmene që 10 vjetaj s'ka mujtë mësu 50 faqa, ne edhim që thmija si tash 70 vjet, 10 vjet, ta mësën nështë edhe Kur'anin krejt, jo 50 faqe. E jo Abdullah ibn Omeri, po realisht mësimi i tina nuk ka qenë veç një mësim mekanik, një lexim mekanik, me mësu për në mesh, po realisht ka mësuar duke medituar dhe ka kuptuar atë qysh ka ardhur prej një tabiin, e ka pasur në Ebu Abdurrahman as-Sulami, ka treguar se qysh ka qenë qasja sahabëve, kanë thonë i kanë marrë 10 ajete, i kanë mësuar për mesh, kanë kuptuar se çka do të thonë ato ajete, e masandej e kanë praktikuar, e thonë i kanë bërë bashk edhe diturinë dhe punën për një herë. Por në mënyrë graduale, të i mësu, të e di çka po thojnë, dhe çfarë dispozitash dhe në çka ludojnë ato ajete, e masandej duke i zbatuar dhe i praktikuar ato ajete. Nga se realisht, aje që ka kërkohet pas gjithë kësajnë është njeriu me e praktiku Kur'anin. Kur'anin nuk ka zbritur me i zbukuru raftat e librave, as nuk ka zbritur me e vjerë dhe më thonë në vetur, as nuk ka zbritur për asgjë tjetër, mirë po qëllimi i tij është që njerëzit me punue me të, ashtu siç i ka lavdëruar Allahu azza wa jall, alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bih. Ata të cilët ja kemi dhënë librin, ata e lexojnë, mirë po ja dhojnë hakun leximit. E kur e kanë komentuar dietarët, më ja dhon hakun leximit, ja dhojnë hakun se lexojnë drejt, duke mos e dëfërmuar, mirë po e dhojnë hakun leximit, se ata e praktikojnë atë që lexojnë, e në fund të ajetet ulaika yu'minuna bihi. Këta janë ata që besojnë gjithë Kur'an. Thjesht ata që bëhen besimtar, edhe lexojnë drejt, mirë po edhe praktikojnë këtë Kur'an që ka ardhur. Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kana khuluquhu al-Qur'an. Ka qenë edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'ani. Realisht ajo që ka qenë farz në Kur'an e ka gjetë pejgamberi se më ka praktikuar. Ajo që ka qenë haram në Kur'an e ka gjetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është largu. Çdo mësim
që ka qenë në Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka jetësuar dhe e ka praktikuar në jetën e tij praktike, që me qenë edhe shembull për gjithë tjerë, mirë për ka kuptuar mesazhin se realisht Kur'ani është zbritur me punu me ta, me jetësue, me praktiku, jo me zbukurue, veturat, as raftet e librave, as me zbukuru vetë njeriu me thonë që unë një musliman, mirë po realisht me pasu këtë Kur'an edhe me dhënë hakun këtij Kur'anit, e hakun me dhënë këtij Kur'anit është tash edhe me lexu drejt, edhe me punu sipas tina, nga se ka në hadith tjetër të vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka folur për Aishën, ka thënë për pejgamberin se Aisha ka thonë wa kana yadhkurullaha fi kulli ahyan. Vazhdimisht e ka përmendë Allahun azza xal. Pra thjesht vazhdimisht ka qenë konform asaj që Zoti ka kërkuar me veprun çat veprim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë praktikues edhe zbatues i sajna, edhe kështu kanë vazhduar edhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E kem rastin e Omerit radiallahu ta'ala anhu, kur ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka ndrok pak emocionet, në farforme ka kundërshtuar me thonë dikush që ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, kur ka ardhur Abu Bekri, edhe i ka thonë olo Omer, edhe ja ka nisë me lexuar një ajet kuranor, a in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, nëse sa i vdes ose vritet, a kishit me u kthye jo më të dezertu. Thot, kur e kam dëgju këtë fjalë prej Omerit, si me dëgju për herë të parë, ama se ka dëgju, unë nalë, se kam mjaftuar prej tyne me dëgju një ajet kuranor. Po thëtë Zotë që shtët, edhe ka përfundu, jo si na faktikisht i thua 10 herë, 20 herë, Allahu e ka ndalu këtë punë, kamata është haram, dhe më thonë bigjozi është haram, namazi është farz, do më thonë më respektu prindë është farz e sene, faktikisht që i thëjme në këtë veshë hen, këtë veshë del, edhe nuk ka, do më thonë, kur fare interesimi, do më thonë me dëgju dhe me zbatue atë që ka arë në Kur'an. Kur i thëjme Allah, ki kujdes se kooperacia është smundje zemrës, Allahu azvel i ka përçmuat atë se faktikisht e shtrëngojnë dorën, për kundrëzi Allahu azvel ka nxit me dhonë, faktikisht si me fol, dhe më thonë nga Korani, si me thonë një fjalë, dhe më thonë dikush nga rruga, për ata njerëz, dhe më thonë janë të njëjtë të fjalë. Për atë, dhe më thonë ka të reguar për Abdullah ibn Mesudi, kur ka folër për ata që e din Koranin, e si do mos ata që e din përmensh, e të regon një përshkrim shumë të mirë, se qysh duhet me dalua i cili ka Koranin, e din Koranin për ati që është njëri e rëndëm të dhe thjesht, nga se thët natën, kër njerës të flajnë, a i duhet me falë në maznatës, ditën kër njerës hajnë, a i duhet me thonë me agjeru, dhe me thonë ditën kër njerës të flasin, a i hesht, faktikisht ka gjumë të prekshme, ta i cili e ka Koranin, se faktikisht e ka Koranin, jo vetëm me zbukuru vetëm me thonë hafëz, ose di me lexu Koranin, ose jem pasuesi i Koranit, mirë por realisht e jetëson, e praktikon Koranin, edhe gjurmët e atij Koranit që ai e mban, faktikisht shihen edhe në gjuhën kur fol, edhe në ecën kur ec, edhe gjumin kur bën, edhe ditën që agjeron e kështu me radhë, faktikisht se mundohet domethënë me e zbatu Koranin dhe me praktiku atë, e kurse si runa Zot me e braktis Koranin. Jo me këty shpinën Koranit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një akese ka pas te Allahu azza ka thonë: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O Zoti im, këta njerëz e kanë marrë Koranin, e kanë braktis, e kanë kthy shpinën, s'po dojnë me dëgju për të." Realisht për të nuk ka folë ndoshta për besimtarë, por ka folë për ata që kanë qenë mushrik, që faktikisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrte me besu, ata faktikisht e braktisin thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama besimtari nuk duhet me rënë drejtë, domethënë atë që nuk është besimtar që ja kthen shpinën Koranit. Edhe pse praktikisht në disa forma edhe na domethënë pja kthejmë shpinën. Dikush ja kthen shpinën që nuk ka qef as me lexu, as me ngu. E me ngu është sevap me ngu Koranin, dhe mësisht me lexu është sevap me ngu Koranin. Pra prej formave që njeriu e brektis Koranin është që njeriu mos me lexu atë.
mos me dëgjuar atë. Edhe në qoftë se nuk dim me lexu vetë, s'paku me dëgju pej tjetrit që lexon. Qoftë ajo në xhamia, qoftë ajo në namaz, domethënë që falim me taravih, namaz natës, e kështu me radhë që kurse si mos e braktis qoftë leximin apo dëgjimin e Kuranit. Formë tjetër që e braktis njeriu Kuranin është njeriu me braktis të vepruarit me të, mja kthy shpinën në Kuranit edhe mos me dëgju për të, e mos me desh me dëgjuar për të. Allahu Azza për ta ka përmendur një kërcënim shumë të rëndë: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha kadhalika al-yawma tunsa." Dhe ai cili ja kthen shpinën Kuranit, për kujtimit, ai do të ketë këtë dunjë në jetë shumë të vështirë, ndërsa në ditën e gjykimit do të rinjallet i verbërt. E do t'i thotë Zotit: "O Zot, pse më ka rinjallë i verbërt, në atë dunjë kam pas të pamur." Thot, ashtu të kanë ardhur argumentet e mia, e ashtu ti harrove, e kështu do të harrohesh edhe ti, domethënë sot. Pra thjesht njeriu do të më pas kujdes që faktikisht mos ja kthen shpinën e Kuranit, po të mundohet me zbatuar atë, me praktikuar atë, thjesht me jetësuar atë, nga se Kurani ka zbritur për të gjallit, që njerëzit me ndërtu jetën në bazë të Kuranit, në qoftë në xhami, në qoftë familje, në qoftë në punë, po edhe në çdo, domethënë, segment të jetës, faktikisht rrëfys edhe se si njeriu i ndërton raportet me të tjerët, është gjithmonë, domethënë, udhëzimi i Kuranit. Braktisja tjetër që kanë dhe ja bojnë njerëzit është braktisja që mos të gjykohen me Kur'an. Kur vjen puna të ngatresat, shkojnë me herë zgjedhin, domethënë, alternativa tjera, domethënë kanune, ligje të kësaj dunjaje, e Allahu Azza për ato gjëra ka zbritur Kur'anin dhe ka zbritur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që për to, domethënë, ka zgjidhje se si duhet mu trajtuar edhe problemet, edhe ngatresat, edhe nuk guxon besimtarit që është besimtar hakikat, me kthy shpinën Kuranit, edhe me shku me zgjedh alternativa, edhe me u gjiku të dikush tjetër përveç Allahut Azza wa Jalla, nga se kjo është me braktis, domethënë Kuranin. Braktisja tjetër është njeriu me braktis që mos me meditu lidhe me të, mos me studiu atë, mos me mësu nga ai, mos me nxjerr urësi dhe margaritar që janë të pafundshëm, që faktikisht vetëm njeriu t'ia shtojnë imanin dhe ja lehtësojnë jetën dhe ja bëjnë më të lehtë dhe më të lumtur në këtë dunjë. Mirë, po edhe fundit është që njerëzit e braktisin Kuranin, është që e braktisin se nuk kanë qef me lyp shërim në Kuran. Allahu Azza wa Jall e ka zbritur Kuranin shërim edhe të zemrave, edhe të mendjeve, edhe ka zbritur Kuranin shërim, domethënë, të trupave, ashtu siç kanë ardhur në për, domethënë, argumente nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka trajtuar sëmundje të ndryshme duke u lexuar Kur'an, apo sahabët kanë vepruar, domethënë se ai sahabia që ja ka lexuar 7 herë elhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka miratuar, e raste të ndryshme që realisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë trajtime të sëmundjeve të ndryshme, domethënë me Kur'an, nga se Allahu Azza wa Jall ka informuar se Kur'ani ka zbritur si shërim për njerëzimin, shërim edhe të trupit, sëmundjeve trupore, mirë po edhe shërim të sëmundjeve domethënë të ndryshme të zemrës dhe mendjes. Çështja tjetër që do të flasim sot është çish ka qenë halli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Kur'an. Ne e pam në aspektin praktik se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu al-Qur'an, domethënë faktikisht në edukata tina, sjellja tina, jeta tina ka qenë ndërtuar në bazë të Kuranit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bazë të Kuranit të Allahut Azza wa Jall. Çështja e dytë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësonte Kuranin, edhe pse aty i kishte zbritur, ai e mësonte Kuranin. Nuk ishte për atyne që ishte vetë kënaqur me thonë se po, unë jam shkua, jam lind musliman, pe fëmijë shkojnë xhami, ndëgjoj ligjërata, edhe faktikisht nuk kam nevojë diçka më mashtu më tepër. Pejgamberi Allahut e zgjedhur e tina, atina e kishte zbritur Kuranin, mirë po çdo në Ramazan e takonte Xhibrilin edhe përsëritnin Kuranin. Në Ramazanin e fundit
ka ardhur që e ka përsëritur 2 herë Kur'anin që e thojmë na fune e krye, domethënë me Xhibrilin, nga se faktikisht në Ramazani është muaji i Kur'anit, Ramazani muaj kur u takonte me Xhibrilin edhe përsëritën pejgamberi sallallahu alaihi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç që lexonte shumë Kur'anin, ishte ai i cili faktikisht meditonte edhe prekte shumë domethënë me leximin e Kur'anit dhe çonte në domethënë namazin e tij gjatë leximit të Kur'anit, e që realisht edhe besimtarët duhet me pas konsideracion nëse vjen Ramazani edhe zemra e tij nuk lëviz, edhe nuk friksohet, edhe nuk dridhet me gjithë këtë namaz që bën, me gjithë këtë Kur'an që lexon, me të vërtetë do të me ja bën një shqyrtim zemrës së tij, se faktikisht ajo zemër domethënë është domethënë në vdekje apo në vdekje klinike para vdekjes domethënë përfundimtare. Edhe çështja tjetër që pejgamberi sa mëse si ka pas gjendjen me Kur'anin është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka jetuar me Kur'ani thash ka ndikuar në jetën praktike tina, qoftë në çajtje, mirë po edhe e ka bërë që me pas dorën e shlirë. Abdullah ibn Abbas tregon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte bujar. Njeriu më bujare që e njeh njerëzimi ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po kur ishte Ramazani e takonte Xhibrilin, ai u bënte edhe më bujar. Faktikisht ju lëshonte dorë edhe më tepër. Se realisht Ramazani është përveç thash në muaj i Kur'anit, është edhe muaj i dhënjes, dhënjes iftarëve, dhënjes së ndihmës, domethënë të varfërve, dikush e kanë shfrytzuar edhe me nxjerr zeqat në këtë radhë, ama nëse në Ramazan, domethënë shtrengohet dora, kur komo shtruaje egzome. Nëse në Ramazan faktikisht nuk çlirohet zemra, për në senso që njeriu më ndihmu tjerëve, edhe më dhon tjerëve, to e ditë gjitha këto premtime që janë edhe të shumë fishime që Allahu azza wa jalla bën veprave të mira. Po mund të më thonë dikush, po mund të më thonë hoxha jashtë Ramazanit. Po pe dim që mund të më thonë jashtë Ramazanit. Po ti thash nëse një njeri është tregtar, edhe e ka sezonën kur vin gërbeçart. Edhe që të mallin nuk e shet që kur është gërbeçart, po thotë hajse shes muaj tjerë, po ndoshta ashet muaj tjerë, ama që tash është koha për me shit, tash është sezona për me shit. Edhe kjo është ç'i thot, ti mundesh edhe me dhonë jashtë muaj tjerë, ama që tash është sezona, domethënë që faktikisht me pak punë arrin shpërblimet mëdha. Që shumë fishohen, domethënë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndikuar përveç thash ka jetuar me të, ka çojt kur e ka lexuar, realisht ka ndikuar në atë se faktikisht e ka bë edhe më bujar, edhe më xhemert. Por atë treguan për shumë sahabi, për Abdullah ibn Omerin treguan se nuk ka kthy buk me bë iftar, vetëm se në sofër tina u dosh me pas jetima ose të varfër. Qëse s'ka pas jetima që i kanë thirrë me hongër buk me ta, ose domethënë njerëz të varfër nuk unë atë sofrë që Abdullah ibn Omeri. Ana faktikisht të hongër të se mos përna shet dikush, mos pa vjen me hongër dikush me neve, subhanallah. Tu e ditë, domethënë çfarë shpërblimi ka njeriu, domethënë me dhënë iftar në xherusit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka informuar se e ka shpërblimin aty xherusit duke mos i paksuar aty xherusit asgjë nga shpërblimi i tij. Po thjesht ku është ndikimi i Kur'anit, ku është ndikimi i Ramazanit, qoftë ka thjesht dryjin akon për Ramazanit, dryjin Ramazan. Allah na përmirësoft gjendjen, edhe çështja e fundit vëllezër të nderuar është disa domethënë vërejtje që kanë bëjnë në lidhje me Kur'anin, është çështje që ka herë duhet me atë vërejtjen njerëzve që veç e lexojnë Kur'anin edhe doin me lexu shpejt Kur'anin, edhe qëllimi i tyre është veç me bë hatme. Realisht përveç të hadithit të Abdullah ibn Abbasit që të ka treguar se pejgamberi sa me ka takuar Xhibrilin dhe ja ka prezantuar Kur'anin në fund domethënë Ramazanit, në Ramazan ja ka prezantuar Xhibrilin, që tu disa dietarë kanë marrë argument që thjesht e ka prezantuar sidomos vitin e fundit 2 herë që e ka prezantuar, në farforme e ka bë hat me fillim deri në fund, edhe e ka mësuar me Xhibrilin. Mirë po, nuk ka ndonjë argument qartë që ka ndonjë farë vlerë të madhe njeriu faktikisht veç me bë hatme, sa më tepër me bë hatme në Kur'an në Ramazan. Nga se realisht nuk është qëllimi veç kështu me bë Kur'anin, thash qëllimi është me lexu, me meditu, nga se ka në hadith vërtet pejgamberi sa që ai që lexon në më pak se 3 ditë, ai se ka kuptuar, veç dëmon që ato lexu hiç, veç pe lexon në mënyrë mekanike, mos po sa kuptuar asgjë nga Kur'ani.
Mirë, po fatkeqësisht na as nuk di me lexu, kush do me lexu faktikisht kalon vite se bën hat me korrë kështu më radh, domethënë na kujtohet ajo fjala e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu që ka thonë law taharat qulubuna ma shabi'at min kalami rabbina, sikur të nuk kishin pastru zemrat, nuk ishin ngije, nuk ishin gop për Kur'anit. Po zemrat nuk janë mirë, edhe na nuk jemi punë mirë me Kur'anin. Kam dëgjuar tash në këtë ditë në hoxh, thot kur kam dëgjuar përpara e kam lexuar se selefi ata të parë tanë të mirë e kanë bë hat me Kur'anin shpesh, dikush në 10 ditë, dikush në 7 ditë, dikush 3 ditë, dikush 10 ditë, 2 herë në ditje. Kum thonë çu shkon mundsi njeriu me kalu gjithë të kohë me lexu Kur'an. E thot tash kur e kom marrë, e kom pa jetën praktike të njerëzve, që çu shëqojnë ka 5-6 orë në telefon, edhe nuk e din hiç, domethënë se i shkaleja e kohë. Thot e kom kuptu se njeriu me çato që pedoj ka, pi kalejke edhe shumë morë se pas ka dert. Ata kanë pas dashuri tjetër çka, na kemi tjetër çka, i kalojmë 5-6 orë. Tu lexu runa zot edhe ndoshta tu kthyer sanat pesta e të këqija që faktikisht ato janë domethënë argument kundër neve dhe janë në regjistrën e mëkateve, anë nuk e marrim domethënë në mundin më të vogël disa minuta, s'po them orë, disa minuta që m'ja kushtua domethënë Kur'anin. E gabimi i parë është që njeriu faktikisht mendon vetëm me lexuar, po nuk është qëllimi me lexuar Kur'anin, është me rëndësie domethënë që realisht me kuptua edhe me e zbatua. Çështja tjetër që është një gabim në lidhje me Kur'anin është domethënë disa njerëz në kohën e Ramazanit faktikisht zgjojnë forma që hajtë ja paguaj dikuna ma kënën një Yasin, hajtë dikujt ja paguaj një hat, të ja paguaj ma kënën një hat me e kështu me radhë, që faktikisht vetë qëndrimi se me lexu Kur'an për dekur, a shkon shpërblimi, a nuk shkon shpërblimi, është mesele që ka diskutim dhe debat madh mes dietarëve. Mendimi që unë mendoj që është ndoshta më i saktë se përveç atyre që ka orë argumente në Kur'an dhe Sunet, si çështja e haxhit, sadakës, duas, agjerimit për diçka që kalon vajib për obligimeve, nuk ka argument që gjitha veprat e mira që i bëjmë kemi mundësi me adhuru të vdekurit. Po në kjo është edhe në qoftë se thojnë bën, kjo është qoftë se unë i lexoj për babën tem, për nonën tem, ama kur t'jep ati me para, faktikisht aty mos ka sinqeritet aty. Që ta dëmon kjo që dukuri duhet një herë për gjithmonë më mbyllë dhe më harrua për të nësene, qoftë se lexo për veti, qoftë se lexon ti lexo për prindin ton, ama dikon me e pagua, nuk është ajo dhe më thonë me nxit karamika, për të nësene me marru shpija, që e pagun dikon nësene. Realisht, ai që lexon duhet për tina me lexu, jo për shkak të parë që e, po me lexu dhe më thonë për shkak të jetës që e bën për Allahun Azza wa Jall. Apo dikush faktikisht kjo dukuri elhamdullah të na sa shumë e theksuar në botën arabe është e theksuar, është realisht kur e dëgjojnë dikon të lexuar me zot mirë, domethënë e ngritën zonin në farforme miratuse, mashallah çfarë zoni pas ka të mirë sene, edhe ndërhin ku pas koha kur ai pauzon, elhamdullah të na është po në botën arabe në sa vende domethënë është prezente. Një çështje tjetër që është prezente e që është gabim. Çështja e duas të hatmes që bëhet duaja hatmes në parim ka bazë. Në fillim është në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam iqra'ul Qur'ana wad'ullaha bihi, lexoni Kur'anin dhe bëni dua për të me të. Mirë për ka ardhe për Anesit radiallahu ta'ala anhu, sa i kur e bënd të hatme, e mlidh familjen e tina e thejke ha të bëjmë dua tash, se e krytëm dhe më thonë leximin e Kur'anit. Faktikisht, kur të bën njeriu hatme me bë dua, nuk prish punë. Edhe jashtë namazit, po edhe në qoftë se faktikisht falen taravit me hatme, edhe dën me bën, dhe më thonë, namazën e taravive, namazën e vitrit, nuk prish punë, dhe më thonë, me bë sipas mendimit më të saktë. Mirë po ajo që vret, janë disa probleme që ka herë, dhe më thonë, imamat e zgjatin, ka herë, dhe më thonë, thuhen dua që faktikisht nuk kanë bazë, edhe njeriu milion thot pas kalon diçka pe namazit, ka herë faktikisht thuhet disa dua që duhet më shqyrtuar kuptimi i tyre, domethënë për atë çdo dua që duhet më bësh mirë njeriu që më bë dua që kanë ardhur Kur'an dhe Sunet, mirë po edhe mos më zgjat shumë,
edhe mos me kalua, se në botën arabe ka herë të duat kalojnë si me kanë të vonë vajzë, janë nisë për këmend natën e varrit, urën e siratit, dhe më thonë shefatin e gjërat të ndryshme që faktikisht ma e humbat sensin e duas mirë pa kalen dhe më thonë në këshill. Ajo që vrejet dukuri edhe këtëna edhe në botën arabe është se ma qef kanë me nejt 10-15 minuta me nguë duan që bëhet në vitër, qofta je hatmes, qofta je që bëhet dhe më thonë në vitër, se me nguë 1 minutë ose 2 minuta në faqet Kuranit. E që mas e vapë është me nguë qëtë faqen e Kuranit, gjysë faqe kofta, një faqe të koftë, se me ngu 10-15 orë, 10-15 minuta dhe më thonë duan, nga se realisht besimtari, përveç që e ngan duhet me ndjek në atësi kër e ngan Kuranin, nga se kështu të kërkohet prej besimtarit. Këto ishin disa çështje që kanë bëjnë me gabimet, pe përfundojmë vetëm me 2-3 muhabete, 2-3 llafe. E para është që njeriu këtë begatimet që ne ka nderuar Allahu, këtë njerëzim duhet me kon falendërues, e falëndërimi më i mirë është kur njeriu e runat begatiat nimet dhe ja din kimetin. E Kuranit me ja ditë kimetin është me lexu, me mësu edhe me punue me të. Çështja e dytë që duhet me pas konsiderat është që bereqeti i Kuranit nuk është i kufizuar vetëm në Ramazan, nuk është i kufizuar vetëm në natën e Kadrit, po bereqeti i Ramazanit, domethënë vazhdon gjatë të jetës për çdo person, sa herë ka kontakt me të, mëson prej tina edhe përfiton prej tina dhe bën udhëzim të vetën, gjithmonë Kurani është i bereqetshëm edhe është dritë për të. Edhe e treta, që ajo që ceka më herët, njeriu kur lexon Kuranin edhe punon me Kuran, gjithmonë duhet me pas konsiderat çështën e niyetit, sinqeritetit, që gjërat me i bë për Allahun azza wa jall, nga se Kurani ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka mundësi me kon argument për ty në favor tonin, mirë po ka mundësi me kon argument kundër teje. Ka në hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që 3 persona me të ndezet zjarmi i xhenemit, njëri prej tyre është ai i cili e ka Kuranin mirë, po se ka lexuar për Zotin, mirë po ka lexuar që me thonë është lexues i mirë, pas ka zonë në mirë kështu me radhë. Allahu na dhash sinqeritet në fjalë dhe vepra, na dhash sinqeritet edhe në leximin e praktikimin e Kuranit, dhe mundsoft që me shfrytzu këtë muaj të Ramazanit, se realisht gjysma e tij shkoi. Allahu na e pranoft ato vepra të mira që i kena bë, domethënë në ditët e kaluara, mirë po na bëf prej atyre që faktikisht domethënë tash tutje veç pi afrohem 10 të fundit, edhe të aktivizohemi edhe më shumë që të shfrytëzojmë që të dalim fitimtar për këtij muaji. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.